Mirë se erdhe Dashi në Letra të Fenj, jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Të dashur, apo dua të personalizoj, i dashur Dashi. Këtë lexim dua ta ndaj në ta marr shembull dhe për punë, ekonomi dhe për dashuri, po të ishte për dashuri apo po të ishte për punë. Por kemi letrat 5 të monedës, rrota e fatit, pastaj kemi asin e kupës dhe asi i shpatës. Dhe kjo tregon apo pyetja çfarë duhet të kuptoj Dashi tani. Dhe thot shpejt. Je duke mbajtur një peshë që nuk është vetëm e jotja, absolutisht. Ke shtyr, ke duruar, ke menduar se me kohë do rregullohet, por s'ka ndodhur asgjë. Kjo javë të vë përballë një fakti të thjesht, ose gjërat duhet të lëvizin përpara, ose kështu në këtë gjendje nuk mund të vazhdosh më. Nëse ky lexim do lexoheshe për dashuri, në temë të qartë, për dashuri, thot, kjo javë kërkon nga ti Dashi qartësi. Jo i ulur me në gjysmë karrige apo në dy, jo ta them dhe mish dhe peshk, jo dhe dua dhe s'dua, çfarë do si do të jetë situata. Kërkon qartësi. Nëse unë vetëm po marr shembull tani, ka mungesë komunikimi, nuk mund ta anashkalohet më. Ndihesh e nënvlerësuar, e lën anash, këtë duhet të thuhet qartë. Nëse gjithmonë je ti që përshtatesh, kjo dinamik duhet të ndryshoj. Kjo javë nuk është për heshtje. Është javë për biseda të sinqerta që tregon nëse kjo lidhje ka drejtim apo jo. Pra, është diçka që nuk po shkon vetëm për ata që janë në dashuri dhe që janë në një situatë të tillë normal. Kërkohet pozicionim, Dashi. Kërkohet pozicionim të vihesh në një qartësi vetes dhe personit. Po i njëjti lexim, apo i njëjti të njëjtat letra, të lexoheshin për punë, para, do ishte kështu. Je shpërndar në shumë gjëra ose ke qëndruar në një situatë që nuk po të jep atë që meriton. Tani, mund të them sikur të punosh pa para, apo pa rrogë, apo të punosh për shumë pak, gjithë ky investim, apo ajo çfarë ke investuar nuk po të sjell fitim. Java kërkon një vendim të qartë, një fokus të vetëm dhe vetëm atë. Ndarje nga ajo që të lodh pa rezultate. Nëse tani po nuk je duke marrë rezultate në mënyrën që je duke bërë, tregon qartë që je duke bërë diçka gabim apo jo në mënyrën e duhur, dhe duhet të merrni kakje tjetër për ta mbledhur, apo rikthyer aty ku duhet të qenë. Pra, një hap i vogël tani të dashur i dashur Dashi të jep më shumë stabilitet në vazhdim, por duhet të pozicionoheni. Konkretisht mund të flasësh apo duhet të jesh i qartë, duhet të vendosësh kufi, mos të ndiheni fajtor për nevojat që keni, absolutisht, dhe zgjidh drejtimin dhe absolutisht qëndro aty, pa lëvizur fare, pa ndruar mendje. Këshillën që mund t'i jap nga ky lexim, mos e mbaj më barrën vetëm. Ajo që nuk përmirësohet pas kësaj bisede, pas këtij pozicionimi, nuk mbahet gjallë më, vlen dhe për dashuri dhe për investim. Është brutalisht e vërteta, të dashur Dashi.